Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sot sërish së bashku me histori të radhës. Sot do të vim me një rrëfim të tmerrshëm nga një nën e cila ka treguar dhimbjen që po përjeton me fëmijët e saj. Do me thënë bëhet fjalë për një përdhunim nga një person i quajtur Edmond, 40 vjeçar dhe i dashuri i tij Romun. Do me thënë kemi të bëjmë me një lidhje dashurie mes dy meshkujve, të cilët kanë kryer marrëdhënie intime në sy të fëmijëve dhe ngjarja ka ndodhur në Greqi. Policia greke ka nxjerrur dhe fotografitë të personave për të cilët bëhen fjalë, por ne kemi shkëputur dhe rrëfimin e nënës e cila tregon tmerrin që ka parë në sytë e fëmijëve. Persona që po shihni në fotografi janë Edmond Hoxha, 40 vjeç nga Shqipëria, i cili bashkë me partnerin e tij Romun akuzohen për abuzim seksual të nipit dhe të mbesës së këtij të fundit, 2 dhe 4 vjeç. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në fund të nëntorit, ndërsa ditën e sotme mediat greke kanë publikuar edhe identitetin e shqiptarit. Sipas hetimeve, 20 vjeçari Romun ka shfrytzuar lidhjen familjare dhe besimin e familjes, ndërsa ka marrë nipin edhe mbesën në shtëpi. Bashkë me të dashurin shqiptar kanë kryer veprime të turpshme para dy fëmijëve të mitur. Rasti u zbulua nga nëna e dy fëmijëve të mitur, e cila e pa djalin e saj 4 vjeçar të kryente sjellje të pazakonta. Hetuesit gjetën foto dhe video që vërtetojnë se dy burrat kryenin veprime të turpshme para fëmijëve. Që do të thënë, para se të kaloj tek rrëfimi i zonjës në fjalë, ta shpjegoj pak situatën. Do të thënë, djali Romun në këtë rast, i cili ka qenë i lidhur në një lidhje dashurie me Edmond Hoxhën, 40 vjeç nga Shqipëria, kanë marrur fëmijët të motrës, do me thënë, në shtëpi, do me thënë fëmijët Romun, edhe kanë filluar që të bëjnë skena të pahishme në sy të fëmijëve, do me thënë kanë kryer marrëdhënie seksuale në sy të fëmijëve. Nëna thot, nuk e kam imagjinuar kur se do të arria ditën kur do të më duhej të tregoja këtë histori. Nuk e kam menduar kur se jeta ime që dukej kaq normale, kaq e qetë, do të kthehej brenda pak ditësh, një mangth që do të më ndiqte çdo natë. Unë jam një nën, vetëm kaq mjafton për të kuptuar se çfarë peshe mbart zemra ime. Dy fëmijët e mi, 2 edhe 4 vjeç, janë gjithçka për mua. Janë arsyeja pse zgjohem, pse mendoj edhe pse luftoj. Dhe pikërisht për këtë arsye, tregimi im është tepër i rëndë. Një histori tradhtike, një histori dhimbje, një histori që më theu shpirtin, por më bëri edhe më të fortë. Deri pak muaj më parë, unë isha një nën që jetonte me shpresën, gjithçka më dukej tepër e sigurt. Fëmijët e mi qeshnin, luanin, dilnin në përparqe, shkonin me pa djallëzi ku çdo njeri afrohej afër tyre. Në lagje njiheshin të gjithë, përshëndetjet ishin të zakonshme, gjithmonë ai ka qenë njeri që vjen edhe ikën. Ai njeriu i njohur i dikujt tjetër që e sheh shpesh, thuasie dhe nuk mendon asgjë të keq për të, por më e keqja është kur e ke dhe familje, thot. As unë nuk mendova, as nuk dyshova, as nuk e imagjinoja se çfarë e keqe mund të fshihej pas një buzëqeshjeje të reme. Një nga këta njerëz ishte 20 vjeçari, sot do të thënë 20 vjeçari Romun, i cili kishte lidhje të afërta familjare me vajzën në fjalë, do të thënë është vllau i saj, në rast i bie është daja i fëmijëve, por edhe me të gjithë familjen. Ai shpesh shkonte i takonte fëmijët, fliste, luante me ta, shfaqej si i dashur dhe thote dija që ishte i ri, por dukej tepër i kujdesshëm, sepse Romuni ka qenë 20 vjeç. Aty filloi gjithçka, me një besim të verbër që sot, thot nëna, unë e urrej këtë besimin pafund. Në fund të nëntorit, ai më kërkoi të merrte fëmijët një pasdite. Nuk ishte hera e parë dhe fëmijët nuk ishin frikësuar kur më parë. E lash,
thjesht sepse mendova se jam duke e mbajtur si nën e mirë, e hapur e besueshme. Por në atë moment nuk e dija se sa po kisha bërë gabimin më të madh të jetës time, thot zonja në fjalë. Ajo pas dite kaloi normalisht, por fëmijët e mi u kthyen ndryshe. Ishte një heshtje që nuk e kisha dëgjuar kur tek ata. Një lloj mpirje, një lloj frike e fshetë në sytë të djalit të madh. Unë e përqafova, por ai rinte i ngurtë edhe i stepur prej meje. I thash, do ketë qenë i lodhur, është i vogël, kalon, por fatkeqësisht nuk kaloi. Të nesërmen, ndërsa po e vishja djalin për të dalë, vura re se kishte një lloj shqetësimi që nuk lidhej në asnjë mënyrë me lodhjen. Ai bënte veprime të çuditshme, të paqarta, të padëshifrueshme për moshën e tij. I kërkova ta shpjegonte, por ai vetëm e uli kokën edhe nuk tha asnjë gjë. Nuk e kisha parë kur kështu. Instikti nënës çmendet nga frika dhe në atë moment unë u çmenda nga frika, thot nëna. Më hyri një drithërim që nuk e di se nga ku më doli. Një ndjesi e erë që më tha diçka nuk shkon. Atë natë kur fëmijët fjetën, unë nuk fjeta. Hapa çdo mendim të mundshëm, çdo skenar, çdo frikë, por nuk prisja atë që do zbulohej së shpejti. Pasi vura re sjelljen e djalit, shkova tek autoritetet, kërkova ndihmën, këshillimin edhe hetimin. Nuk mund të rija e qetë ndërkohë që zemra më rihte si e çmendur. Nuk kaloi shumë dhe hetuesit morën në dorë rastin. I morën pajisjet tona, telefonat, kompjuterët, të atij Romunit, dhe aty në atë mes filloi feri i vërtet. Në materialet e gjetura, policia zbuloi prova që tregonin qartë se ai dhe partneri i tij 40 vjeçar, domethënë shqiptari Edmond Hoxha, kishin kryer veprime të turpshme para fëmijëve të mi, thot nëna. Kur dëgjova emrin e shqiptarit Edmond, ndjeva sikur dikush më goditi me një hekur të ftohtë në zemër. Nuk e njihja mirë, por e kisha parë disa herë në familje, sepse djali Romun e ka prezantuar si mikun e tij, si shokun e tij, ka bërë këtë keqpërdorimin e afrimitetit familjar që kanë patur. I qeshur, i sjellshëm, i qetë, dhe pikërisht thot kjo më shkatërroi krejtësisht. Si mund të besoja fëmijët e mi dikujt që fshihet aq në errësirë, thot. Më ra telefonin nga dora, mu dridhen duart, nuk po merrja dot frymën, dhe aty në atë moment u ndjeva si nëna më e dështuar në botë. Nuk mund ta shpjegoj me fjalë se si dukej fytyra e djalit tim ditët në vazhdim. Sytë e tij nuk ishin më ata sy që unë i kisha njohur, i errët, i dobësuar, i hutuar, e mbajta në krah çdo natë. Ai flinte, unë jo, ai frymonte, unë qaja pas zë që të mos e shqetësoja tim birin. Dhe ndërsa e shtrëngoja, betohesha në vete se nuk do të lejoja askënd në botë t'i afrohej më fëmijëve të mi pa mua pranë, asnjëherë edhe kur. Dhe nga ky moment që rasti u publikua, u hapën dyer, u hapën telefonata, u hapën akuza, unë u thira nga media, nga policia, nga psikologët, çdo ditë duhej të tregoja e të ritregoja gjithçka. Dhe çdo herë që e tregoja më dukej sikur po shpohesha edhe një herë, por nuk u ndala. Sepse kjo nuk është vetëm historia ime. Ky është një alarm, është një thirrje, është një betim. Unë nuk jam një viktim, jam një nënë, dhe një nënë kur fillon luftën nuk ndalet më në asnjë mënyrë. Dhe ditën kur unë e zbulova të vërtetën, unë vdiqa si gruaja që isha, por u rilinda si një luanesh e fortë. Unë nuk jam ajo që isha para nëntorit, nuk jam më naive, nuk jam më besimtare tek njerëzit, nuk jam e butë, jam e fortë, jam vigjilente, jam nënë që nuk lë gjë pa bërë për të mbrojtur fëmijët e saj. Drejtësia mund të vonoj, por nuk do të humbë, dhe unë do të jem aty çdo ditë, çdo orë, çdo minutë derisa të vendoset. Tani, fjala ime është kjo, nëse po e dëgjoni këtë histori, ju lutem mos harroni
mos i lini fëmijët vetë me askënd, mos i lini me njëri sepse s'ke pse të jetë problem, në qoftë se ti nuk i le vetëm. Mos u mbështetni te pamjat e sjelljat e buzëqeshjet, besoni vetëm në instiktin tuaj, thot, sepse instikti i nënës nuk gabon kurrë dhe nuk e dëgjon, pendohesh gjatë gjithë jetës. Sot jam ende duke luftuar, sot fëmijët e mi janë në duart të psikologëve, në duart të dashurisime, në duart të kujdesit që e meritojnë. Do të shërohen, do të rriten dhe do të bëhem e fortë për mua dhe për fëmijët, thot. Por unë do të mbaj gjithmonë plagët e kësaj historie e cila s'do të shuhet kurrë. Në fund dua të them këtë, nuk jam vetëm një nën që po qan, por jam një nën që ngritet, që lufton, që përballet, që nuk dorëzohet dhe që nuk ndalet kurrë derisa drejtësia të vihet në vend për fëmijët të mi, thot nëna. Dhe mbi të gjitha ajo me lotët në sy, thot për të vërtetën që çdo fëmijë duhet ta ketë në këtë botë. Do të thënë ajo me shpirtin e saj tregon historikun dhe tregon këtë ngjarje se çfarë ka ndodhur. Në fakt për mendimin tim është çorodit se është jo normale që të ndodhin fenomene të këtilla. Unë i kam trajtuar këto tema edhe më herët dhe e shoh që nuk ekziston një lloj vetëdijsimi tek qytetarët, tek shqiptarët, në përgjithësi domethënë tek njerëzit, dita ditës po bëjnë çmenduri që dëshirojnë të bëhen gazi i botës.